Peshkëvi i dioqezës së Sapes, Imzot Kulli, ka ndëruar jetë në moshën 52 vjeçare. Ai humbi jetën si pasojë e një arresti kardiak në mëngjesin e së shtunës. I Peshkëvi u emërua në vitin 2016 administratori i dioqezës së Sapes në Vaun e Dejës, ndërsa në vitin 2017 Papa Francesku e emëroi Peshkëv të asaj dioqeze. Simon Kulli zëvendësoi në detyrë Imzot Luciano Agustinin, i cili po ashtu nda nga jeta në mënyrë të parakohshme pas një sëmundjeje të rëndë. Simon Kulli lindi në vitin 1973 në fshatin Pistull të dioqezës së Sapes, fshat 20 km nga Shkodra. Në 29 qershor të vitit jubilar 2000 u shugurua meshtar në katedralen e Shkodrës, së bashku me 4 meshtar të tjerë shqiptar nga Imzot Angelo Masafra. Këto janë edhe shugurimet e para meshtarake pas 46 viteve të regjimit komunist në Shqipëri. Pas shugurimit meshtarak, menjëherë u emërua në dajq të Zadrimës dhe shërbeu si ndihmës famultar pranë Monsignor Injac Demës, e njëkohësisht ishte edhe sekretari i Peshkëvit të dioqezës së Sapes. Në atë kohë Imzot Dot Gjergjit në dajq shërbeu deri në vitin 2002. Më pas, e deri më tani ushtroi detyrën e famultarit të katedrales Shën Tereza e Kalkutës në Vaun e Dejës.